Presidenti rus Vladimir Putin është shprehur se mendon që luftës në Ukrainë po i vjen fundi, deklaratë që erdhi vetëm disa orë pasi ai ishte zotuar për fitoren në Ukrainë në aparatën më të vogël të ditës së fitores në Moskë ndër vite. Mendoj se çështjes po i vjen fundi, u tha Putin gazetarëve për luftën Rusi-Ukrainë, konfliktin më vdekjeprurës të Europës që nga lufta e dytë botërore. Ai tha gjithashtu se do të ishte i gatshëm të negocionte marrëveshje të reja sigurie për Europën dhe se partneri i tij i preferuar negociues do të ishte ish-kancelari i Gjermanisë, Gerhard Schröder. Kremlini ka bërë të ditur se bisedimet e paqes të ndërmjetësuara nga administrata e presidentit amerikan Donald Trump janë ndërprerë. Putin është zotuar vazhdimisht të vazhdojë luftën derisa të arrihen të gjitha qëllimet e ndryshme të luftës së Rusisë në atë që Moska e quan operacion special ushtarak në Ukrainë. Putin i foli në Kremlin pasi paraqiti pikpamjet e tij për shkaqet e luftës. Ai fajsoi udhëheqësit perëndimor duke thënë se ata premtuan se NATO nuk do të zgjerojë drejt lindjes pas rënies së murit të Berlinit në vitin 1989, por më pas u përpoqën të tërhiqnin Ukrainën në orbitën e Bashkimit Evropian. Deklarata e tij erdhi vetëm disa orë pas paradës për festën kombëtare të 9 majit që feston fitoren e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste në luftën e dytë botërore. Në vend të raketave balistike ndërkontinentale, tankeve dhe sistemeve raketore të zakonshme në sheshin e Kuq, Rusia shfaqi një video të pajisjeve të saj ushtarake në veprim në ekranet gjigante përballë mureve të Kremlinit. Trupat ruse kanë luftuar në Ukrainë për më shumë se 4 vjet. Kjo është më gjatë se sa luftuan forcat sovjetike në luftën e dytë botërore, e njohur në Rusi si lufta e madhe patriotike e viteve 1941 deri 1945.